Ditën e sotme shqiptarët janë drejtuar kutive të votimit për të votuar për të zgjedhur se kush do i qeverisë edhe 4 vitet e ardhshme. Për të folur për situatën politike, për të, po themi, ditën e sotme dhe për incidentet që kanë ndodhur gjatë votimit deri në këto momente, kam të ftuar në një lidhje avokatin Gylsen Zhlima. Avokat, faleminderit shumë për kohën që gjetët për ne. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Avokat, si e keni parë procesin deri tani të votimeve? Duhet të them që procesi i votimit gjithmonë në Shqipëri është një proces problematik, sepse palët tonë politike nuk kanë kuptuar se procesi i votimit është një drejtvetjagë e qytetarit, i cili pa ndikuar nga partitë duhet shkojë të ushtrojë këtë të drejtë. Për mua, ajo që ka rëndësi është pjesëmarrja, në rastin konkret jemi realist, nuk ekziston një pjesëmarrje e kënaqshme për mendimin tim. Duhet të ishte në këtë orë që flasim, duhet të ishte mbi 35 me 36% pjesëmarrja, por duke parë situatën dhe se si do dalin rezultatet e pjesëmarrjes pak më vonë, për mendimin tim, në rast se nuk jemi mbi 50% të pjesëmarrjes së qytetarëve, sigurisht që situata do jetë e ngushtë e vështirë dhe normalisht nuk është se do të kemi një pritshmëri të dur, ajo që duhet të gjithë qytetarët të kenë në këto zgjedhje. Por në Shqipëri jemi dhe gjithmonë duhet klasa politike të punojë më shumë për rezultate, për pjesëmarrjen të jenë sa më të kënaqshme. Avokat, sipas jush, kush janë ato qytete ku janë zona shumë të nxehta, ku jo vetëm në procesin e votimit, por edhe në procesin e numërimit mund të ketë probleme? Fieri, Tirana, Durrësi, Elbasani janë pikat më të vështira, pikat të cilat edhe gjatë votimit, por edhe gjatë numërimit do të kemi, të thojë, një luftë betejë. Pse e them këtë? Sepse sot kemi parë funksionar të partive politike duke vajtur në qendrat e votimit dhe kjo tregon qartësi që rezultati i zgjedhjeve do të jetë i kontestuar në mënyrë të indirekt nga të dyja palët, që do të thotë, për mendimin tim, ajo që unë shikoj nga këto zgjedhje është që votimi ose numërimi në qendrat e numërimit do të jetë një betejë e cila mund të krijojë edhe incidente. Por a do të jenë këto numërimi në qendrat e numërimit rezultat ose më mirë diçka e pritshme për partitë politike mbetet për të parë, por ajo që unë dua të theksoj është që në këto zgjedhje dhe në këto qarqe do të kemi surpriza. Tani, a do të jenë surpriza pozitive apo negative? Kjo është në varësi të subjekteve garuese se si do ta interpretojnë ata surprizën, do jetë në favor apo në disfavorin e tyre. Ka pasur një incident në Vorë mes disa personave dhe Flamur Nokës. Nuk e din nëse e pat, kanë qarkulluar disa video. A pat ndonjë gjë shqetësuese në atë video? Pra, a duhet kishte prezencë policisë më të shtuar në qendra ku dihet tashmë që janë edhe të nxehta si qendra? Pra, ka pritshmëri që mund të ketë problematika? Tek ajo pamje, mua më shqetësoi fakti që nuk ishte policia fare prezent. Por më shqetësoi edhe një fakt tjetër, që kishte të mbledhur njerëz të cilët kundërshtonin një deputet. Nuk ka rëndësi a është Flamur Noka apo jo, a është i krahut të atë djathtë apo i majt apo pa parti. Por ajo që mua më bëri përshtypje është që një person i cili ngrinte më shumë zërin, u ftua nga një gazetare dhe i tha: "Hajde të shkojmë të votosh aty brenda, që të ndjek procesin", sa ai kishte mundësi edhe dilte në media dhe fliste. Dhe i tha: "Hajde tani ti edhe voto derisa the që Flamur Noka të pengon." Dhe ai refuzoi të shkojë të votojë. Pikërisht ai kishte votuar, ishte pjesë e pushtetit, që do të thotë individ të tillë janë nga jashtë qendrave të votimit për të bërë presion tek njerëzit të cilët i kanë dhënë pothuajse fjalën që të votojë për partinë tënde, po ata janë aty për të treguar fuqinë e tyre, pra prezenca e tyre e frikson pak votuesin. Dhe është e çuditshme që aty të shkojnë të gjithë të cilët ishin të organizuar dhe mos shkojnë njerëz të tjerë të cilët ishin të paorganizuar. Ajo duk qartazi që
që ata ishin në funksion të partisë në pushtet. Që do të thotë, incidenti ishte një tregues i qartë se si akoma partia e pushtetit përdor pushtetin dhe burimet shtetërore që është shteti në favorin e saj në çdo kusht dhe me çdo çmim. Pra nuk ka rëndësi a ishin deputetës së djathtës, por ka rëndësi të konstatohet që aty në atë moment kishte individ të cilët janë në shërbim të partisë. Por ajo që është më e çuditshme e gjithë kësaj është që nuk dalin hapër të thënë, por zotëri jam për Partinë Socialiste dhe unë kam të drejtën time të monitoroj votuesit e mi. Po ta thënë haptas, po edhe pabesia e tyre është që nuk dalin ta thënë haptas. Pra është frika, pra edhe ata janë të friksuar. Që do të thotë, ç'a ndodh në politikën tonë? Politika jonë gjithmonë është marrë me njerëz të cilët janë të këtij niveli. Pra njerëz të cilët nuk shfaqin kurrë bindjen e tyre haptas, sepse kanë frikë. Po për te kësaj nuk më intereson a kanë frikë apo jo. Por ajo që unë shikoj është që ashtu siç Partia Demokratike ka ardhur dikur në pushtet nga këta individ, që këta kanë bërë këtë rol, ashtu ka ardhur dhe Partia Socialiste. Por këto individ kanë lëvizur nga një parti në parti tjetër edhe me radhë. Pse e them këtë? Se kjo është një fakt shqetësues, se edhe në të ardhmen këta individ do ikin nga partia në pushtet, do shkojnë në një parti tjetër të pushtetit. Që do të thotë këta individ më fshehin identitetin e tyre. Pra janë të rrezikshëm për demokracinë e vendit. Dhe jo se dikush i pengoi të votojnë, por dikush i tha që ju jeni mbledhur si ushtri, si organ i partisë që ju ka pasur gjithmonë në shërbimin e vet në kohën e mëparshme. Ky ishte treguesi i qartë i këtij mesazhi. Avokat, si e keni parë punën e prokurorëve të posaçëm të cilët janë shtrirë në 12 qarje për të monitoruar procesin zgjedhor? Tani shtrirë barkas apo shtrirë në kuptimin procedurial dhe figurativ, sepse në rast se thoni fjalin shtri barkas, unë jam dakord me ju duke referuar kushtetutës së 1976, ku partia ishte pushtet dhe shteti ishte pushtet, do të thotë që normalisht barkas. Por unë mendoj që prokuroria e posaçme nuk bën asgjë më shumë se sa të bëj statistika, se sa t'i bëj fresk partisë në pushtet, dhe unë ato rezultate që do të shfaqen nga Spaku do t'i marr me shumë rezervë, sepse Spaku ka treguar qartë se si është një organ i cili respekton vetëm ato çfarë policia e shtetit i përcjell, që normalisht në këto kushte që jemi është parë vetëm në Shqipëri ky fakt që të gjithë procedohen nga pjesa e opozitës, askush nga pjesa e qeverisë. Është sikur kanë kaq miliarda euro këta të opozitës, se sa këta korruptokan dhe këta tjerë që kanë pushtetin që kanë shenjtor. Procedura, ana profesionale dhe mënyra se si ata janë sjellur gjatë gjithë kësaj kohe, duket qartë që punojnë për një vend pune që pasi të ikin nga Spaku, t'i emëroj partia nëna parti, nëna i funksion tjetër publik, gjykatë kushtetuese, gjykatë të lartë dhe institucione të tjera të pavarura kushtetuese. Për mua është e qartë, unë e kam thënë, mendimin e Spakut, gjithmonë partia në pushtet mund të fitojë. Pse kjo gjë? Sepse kështu ka ndodhur shpesh herë në Shqipëri. Pra nuk është një praktikë e krijuar vetëm sot, po ka qenë gjithmonë kështu. Që në vitin 1944 edhe deri sot 2025, gjithashtu dua të ju theksoj faktin që nga 1944 dhe 2025 Partia Demokratike si subjekt politik ka qeverisur vendin më pak se 17 vite. Dhe të gjitha vitet e të tjera ka qeverisur Partia Socialiste. Në rast se ata e kuptojnë, do ta kuptojnë. Ai që nuk don ta kuptojë, nuk do ta kuptojë sepse është nga krahu tan dhe nuk pranon asnjëherë që qaf këtë vend e ka marrë partia në pushtet. Një nga probleme që deri tani është hasur më shpesh janë incidente që kanë lidhje me fotografimin e votës. Avokat, pse akoma kemi, po themi, personazhe ose persona qytetare që fotografojnë votën dhe domethënë si është e mundur që shkojnë deri aty sa marrin telefonin dhe nxjerrin telefonin
në një qendër votimi ku është e monitoruar nga kamera, nga komisioner, nga vëzhgues. Pra, ku e gjen këtë guxim, e kam fjalën? Mosdhënia e informacionit është një faktor kryesor, pra personat mund edhe mos të dinë që është ndjekje penale kjo, se ka person të pa informuar, këtu ndryshon Tirana në rrugicë dhe ka qasje tjetër, ka kuptim tjetër, ka botë tjetër edhe ndryshon njeriu nga çdo zonë që është nga ana e informacionit, jo se të gjithë e kanë një uri juridike, por ajo që unë shikoj te ky fakt është që kjo si ngjarje për mendimin tim mund të jetë nga krahu i opozitës. Pse po e them unë? Pse? Jo sepse ajo ka votuar opozitën, por sepse dikush mund të ketë skenuar një plan të tillë që të thotë që i personi ka fotografuar votën. Edhe këtu vjen tek fjalia prezumimi pafajësisë. Në rast se shikoni këto incidente, janë incidente të cilat janë bërë qëllimisht nga komisioner socialist për të dëmtuar antar apo njerëz të tjerë të cilët nuk do votojnë për Partinë Socialiste. Të flasim hapur dhe troç, ashtu siç duhet. Skenaret që bën policia e shtetit duke vendosur në procedim penal një kandidat për deputet nga krahu i opozitës sepse personi është opozitar dhe nga krahu tjetër mos të duket asnjëri që është nga krahu i qeverisë që e filmon apo e fotografon votën e tij, kjo është çudi e madhe që ndodh gjithmonë në Shqipëri. Ashtu është një çudi e madhe që ndodhi po në Shqipëri, në Sarandë, në një kandidat i cili në lajmin e parë që pash unë u publikuar direkt nga mediat e qeverisë dhe nuk u publikuar direkt edhe nga mediat e tjera. Thjesht mediat e tjera pak më vonesë publikuan rastin. Dhe çfarë bërën? Direkt policia e shtetit doli me deklarat me policia e Sarandës që individi që ka person i cili dyshohet për sa i përket drogës. Pra e kuptoni ku jemi? Edhe rastin me fotografimin e votës, edhe rastin që policia i merr përsëri për të demoralizuar njerëz që mos votojnë opozitar, prandaj bëhet kjo. Jo se qytetarët nuk janë të gjithë të formuar, por nuk besoj që naiviteti është kaq shumë i lartë. Që do të thotë, në të gjitha këto statistikat, gjithmonë janë njerëz të cilët vinë nga opozita në tërësi. Nuk them për Partinë Demokratike, por pjesën e opozitës, e gjithë. Partia Demokratike përfaqëson veten e saj. Opozita është një tërësi e gjerë e madhe për sa i përket përfshirjes së individ të cilët janë edhe ata të cilët bëjnë pjesë të opozitës. Avokat, si shpjegoj që jemi në vitin 2025 dhe ende kemi kandidat, simpatizant që gjumojnë, po themi, personazhe të partive të tjera që të mos shpërndajnë para, që të mos blen vota. Pra, duhet ishte puna e policisë dhe spakut kjo, dhe të mos përfshishin partitë politike në përplasje njëri me tjetrin? E thash në fillim që spaku është 3 barkas dhe policia e shtetit është në shërbim të partisë. Pse ndodh kjo gjë? Sepse kjo është lënë në mëshirë të fatit. Jemi në 2025, pretendojmë të shkojmë drejt Bashkimit Evropian, që jemi në Bashkimin Sovjetik, harrojnë Bashkimin Evropian për 10 vite, ta harroni këtë gjë. Por thjesht ajo që unë shikoj në këtë rast është diçka shumë e ndryshme nga se si e shikoni ju. Sepse ne nuk kuptojmë fjalinë meritokraci. Ne meritokracinë e kemi konvertuar me korrupsion, me lek, me para, dhe në fund fare një socialist i cili punon për partinë kaq shumë, në fund fare përballet te avokati i thotë, s'kam ç'a të bëj më ty, sepse partia jote ka vendosur ligjin kundër teje. Dhe po ai shkon edhe voton partinë e vet. Më thuaj tani, dhe bën edhe korrupsion, më thuaj tani, në 2025 ç'a ndryshon? Ka ndryshuar viti apo ka ndryshuar mentaliteti? Nuk ka ndryshuar mentaliteti, ka ndryshuar vetëm viti, po ai është po njësoj. Që do të thotë, individi i cili punon për partinë dhe bën manipulime për partinë,
një, ndihmon veten e tij, po shkatron dhe 100 veta të tjerë të cilët të ka rrethin e tij. Dhe 2, shkatron të ardhmen e fëmijëve të tij. Dhe 3, i thotë që Shqipëria është një vend që nuk mund të arrihet dot sepse këtu ekziston korrupsioni. Më fal zotëri, po kush e bë korrupsionin? Vetëm këta që janë lart e bëjnë korrupsionin, apo e bëjmë edhe ne korrupsionin që jemi pjesë e kësaj shoqërie? Sepse kam dëgjuar edhe këtë tjetrën, që korrupsionin e bëkan ata vetëm lart, po ju poshtë që po bëni kordin. Unë them për të gjithë. Pra, për të gjithë ata që bëjnë, nuk flas për ata të cilët nuk kanë lidhje fare me korrupsionin dhe nuk e kanë paur se s'duan ta bëjnë. Po flas për ata të cilët sot i ke nga subjekti më i pushtetshëm, që dihet kush është, që i ke në fush betejë me pagat tona, pra me legët tona në 2025 dhe bëjnë numërimin ose më mirë evidentimin e votuesve kush voton për kë. Dhe i ke në administratë publike. Tani unë pse të fal një të administratës publike dhe ta marr në mbrojtje si avokat, ku ai unë e di që ka qenë një person që ka qenë, më fal për shprehje, qen i partisë dhe jo i shtetit. Unë një qen partisë nuk e pranoj kurrë si klient. Qenat e partisë të ikin nga sistemi sepse janë qenë partie dhe nuk janë njerëz të cilët ndihmojnë shtetin dhe qytetarët. Qenët e partisë i keni më shumë te kadastre, e dini ju. Gjithë sot keni gjithë qenat e kadastrës pa përjashtim i keni në fushat për Partinë Socialiste. E dini çfarë bën këta qenat e kadastrës? Këta japin qytetarëve përgjigje që dosja juaj nuk ka këte. Po kush nuk e ka kur qytetari është pajisur përpara me certifikat pronësie? Këto janë pikërisht qenat e partisë. Këto janë qenat të cilët nuk ja vlen jo të ndihmosh, po nuk ja vlen të mbrosh në gjykat. Se janë pikërisht qenë. Dhe qenë t'i ndihmojë partia dhe t'i japi ushqim partia, po kurse si shteti. Prandaj janë kaq i ashpër me ata të cilët përdorin mjetin e tyre të punës për të na penguar të ardhmen e brezit të ri të Shqipërisë, që të kemi një brez i cili të ketë mundësi të jetojë në Shqipëri. Vlora ka pjesëmarrjen më të ulët deri tani në votime. Vlora, qyteti i Vlorës. Nuk e di, tani po e dëgjoj nga ju për këtë gjë, nuk e di, nuk e kuptoj pse. Nuk mund të jap një shpjegim, por ajo që unë mund të them është që Vlora normalisht është një bastion i majt. Në rast se nuk ka shumë pjesëmarrje, do të thotë janë marrë kaq shumë karta identiteti se sa është bërë nami aty, është për tragjedi. Prandaj spaku duhet të ishte në kohë reale dhe të shikonte pse merren kartat e identitetit dhe kujt i merren kartat e identitetit. Ose të them një rast tjetër për kartat e identitetit. Ngjarja e Elbasanit, doli një prokuror dhe mashtroi publikisht dhe tha nuk ka materiale zgjedhore dhe i thanë gazetarët përfshini dhe kartën e identitetit. Jo, s'ka kartën e identitetit. Ndërkohë në dosje dhe në fashikull aty i kishe kartën e identitetit, 300 karta e identitetit qytetarëve për mos të votuar. Pra shikoni kush është sekreti. Mos pjesëmarrje shumë në votime favorizon gjithmonë partinë në pushtet. Edhe duke qenë në këtë fazë që Vlora nuk është me pjesëmarrje të madhe, kush favorizohet? Partia e parë, pra partia e pushtet, sepse ajo e detyron administratën që të votojë. Ndërsa opozita s'ka mjet detyrues. Prandaj, çfarë bëjnë këta organizata të tmerrit? Ta shkojnë atje, marrin kartën e identitetit, disa vjedhin portofola për të vjedhur kartën e identitetit derisa dali karta denoncime dhe me radhë. Normalisht marrin kartat, marrin pasaportet, i marrin gjitha këto. Po këto si marrim dot ne? I marrin organizime të caktuar partie që din terren e ka studiuar terrenin. Prandaj them që spaku për mua është një institucion i cili punon për Partinë Socialiste, për Partinë e Punës, për Partinë Popullore Socialiste. Pse? Sepse pikërisht Partia Socialiste ka dhënë mesazhin që dua të jem në pushtet për të shkatruar Shqipërinë dhe shpopullimi ka qenë ai shkatrimi i Shqipërisë. Dhe edhe një herë dua të them tek ju që mos pjesëmarrja në votime favorizon partinë në pushtet dhe në rast se votimet mbarojnë poshtë 50% pjesëmarrje,
do të thotë që partia në pushtet është e favorizuar me makinacionin, mblidh karta për mos të shkuar qytetarin në votime, sepse në rast se do të kemi një pjesëmarrje mbi 51% në këto zgjedhje, asnjë nga subjektet politike nuk e formon dot qeverinë në mënyrë të lehtëshëm. Por duke qenë në këto kushte, unë kam frikën time që nga pjesëmarrja do më rezultojë që do të kemi surpriza. Po tani çfarë surpriza do mbetet për të parë, a do të jenë pozitive apo negative. Kreu i Spakut Altin Domani pasi doli nga qendra e votimit dhe votoi, u shpreh që do të ketë një deklaratë nga SPAK pas zgjedhjeve. Deri tani mendoni që puna e SPAK-ut në parandalimin e blerjes së votave ka qenë në nivelin e dur? Zero ka qenë dhe unë dua të them tek qytetarët, por edhe te mediat, kaq shumë promovim dhe kaq shumë do të thoja reklam të Zotit Dumanit nuk duhet të bëhet, dhe sidomos nga media. Zoti Dumani është një person i cili punon në shtetin shqiptar, sot është, nesër del në pension, ne në Bashkimin Evropian do na çojë vetëm politika ose politikat shtetërore që bëhen nëpërmjet partive politike. Kjo vajtja e Zotit Dumani në qendrën e votimit dhe ishte i shoqëruar nga kamerat dhe treguan që ai ka ushtruar të drejtën e tij, për mendimin tim jep shumë vrull apo do të thoya shumë promovim i cili është pa kuptim. Pra nuk e kam dëgjuar kurrë të shkoj media kur voton kryeprokurori i Belgjikës, i Gjermanisë, i Francës, vendeve perëndimore flas, dhe të Afrikës, dhe vende të cilat nuk janë të kaq shumë të zhvilluara. Të shkoj media aty ku voton një kryeprokuror nuk ka vlerë. Kemi bërë gabimin fatal që nuk do na falet kurrë, por do ta kuptojmë pas shumë vitesh, që kemi fryrë kaq shumë një institucion që duhet të punojë ashtu siç duhet me kushtetutë dhe jo të fryhet ashtu siç duhet nga disa analistë, të cilët para se t'u arrestonte Erion Veliaj thoshin sa mirë SPAK-u është bukur, ka ecë përpara, dhe sapo u arrestu zoti Veliaj, do qeka i keq ndërsa Dumani i mirë. Po nuk shkon kështu, sepse nesër do të jesh ti që e lavdroje SPAK-un i pandehur, sepse pikërisht partia do të vendosi të pandehur sepse i bërë shumë lavazh edhe SPAK-ut. Prandaj them, është e paimagjinueshme kjo, të shkosh atje ku voton një individ i cili është si një qytetar i thjesht dhe nuk është politikan. Në rast se qarqet e Partisë Socialiste thonë që zoti Dumani, pasi të mbaroi mandatin 3 vjeçar, pas drejtimit të prokurorisë dhe do të bëhet antar i Partisë Socialiste dhe do të bëhet deputet i Partisë Socialiste, do bëhet president i vendit, do bëhet kryeministri i vendit, normalisht kjo gjë që ka ndodhur është okay, e mirëqend është. E pamarr si një fakt që ai do ta tashohet pas një kohe pranë Partisë Socialiste. Kështu e marr unë si një fakt. Por rezultatet dhe pas zgjedhjeve mua s'më thënë asgjë kur do të jetë legjitimuar krimi zgjedhor dhe normalisht dhe korrupsioni zgjedhor i cili është i tmerrshëm që bën gjithmonë partia në pushtet. Është e paimagjinueshme ta bëj partitë opozitare, është e paimagjinueshme të bëjnë korrupsion. Nuk ekziston 1% apo 0.01% që partitë në opozit të bëjnë korrupsion. Nuk ekziston. Vetëm SPAK-u dhe policia e partisë e bën këtë ngjarje dhe thotë kemi kapur dhe kemi arrestuar individ të cilët kanë thënë kur të vim në pushtet do të përdorim meritokraci për të futur njerëz në punë. Ai çfarë thotë? Heq fjalin meritokraci dhe thotë njerëzit në punë do t'i fusim ne. E kuptuat kush është SPAK-u? Prandaj dua edhe diçka tjetër të sjell në vëmendjen tënde i dashur, që besoj nuk e masodhe në vëmendje, po unë do ta bëjmë si një bashkëbisedim bashk. Nuk më sodhe në vëmendjen zotin Veliaj, i cili në çdo zgjedhje ishte promotori, ideatori, funksionari më i lartë i Partisë Socialiste, i cili sot është në burgun e Durrësit dhe jo në burgun e Tiranës,
pse zoti Veliaj duhet qëndronte në burgun e Durrësit dhe jo të Tiranës, ku zoti Meta është në burgun e Tiranës, i cili nuk ishte as kryetar bashkie as gjë, vetëm kryetar partie. Dhe pse partia e vet duhet të çonte zotin Veliaj në Durrës dhe jo në arsye Tiranë? avokat? Sepse pikërisht është shkarkimi. Shkarkimi për shkak të asaj që themi brenda lojës. Kushtetuta 1976, partia ç'a bëri? E shkarkoi Ilirme atë Erion Velin. E ja hoqi të gjithë kompetencat. E zhveshi nga kryetar bashkie. Thjesht do bëhet ajo loja që ne duam, është i joni dhe kështu do ta shpëtojmë, do bëjmë asgjë. Edi Rama të lëshon kur të ka çuar atje te shtëpia e izolimit. Të përdori ai sa donte dhe në fund fare të shpjegon dhe të thotë që përgjegjësia është individuale, kur dihet që pushteti që kanë marrë është kolektiv. Pse zoti Veliaj sot nuk duhet të ishte në kamerat përpara të tregonte që partia e tij e futi në burg? Partia e tij krenohet pikërisht për zotin Dumani dhe jo për zotin Dado. Kur ndërkohë sekreti penal është ky. Kush është ai që mban librin e shënimeve të personave që do merret me një mas sigurie ku shkon prokurori tjetër edhe troket te dera e kryeprokurorit? Zoti Dumani. Pra, ai libri i madh ka edhe akuzën edhe të pandehurin. Po atë nuk e mban çdo prokuror, e mban kryeprokurori. Që do të thotë partia e arriti pushtetin e vet. Pra çfarë? Izolova kryetarin e Bashkisë së Tiranës. Personin që vjen nga radhët e Partisë Socialiste. Ky është lajmi. Nuk është lajmi a votoi zoti Erion Veliaj në Durrës apo do shkarkohet pas një kohe të gjatë nga kryetar bashkie. Por ama ajo që dihet qartë me atë çfarë i bëri partia është një mesazh tregues për çdo individ që punon për Partinë Socialiste, që fundi që u kanoset, si për ato që punojnë administratë, si për ato që i bën freskë partisë, edhe nuk i thën partisë bëu gati të ikësh nga pushteti sepse po i marrim qafë Partinë Socialiste. Do të jetë rezultati i Erion Velis. Ashtu siç Erion Velia është në burg, ashtu do të shkojnë në burg të gjithë ata të cilët kanë qenë shërbëtor të partisë në pushtet. Avokat, sa do ndikoj mungesa e Veliajt në fushat në rezultatin e Partisë Socialiste në Tiranë? Unë mendoj se zoti Veliaj ka një ndikim të pjesshëm, por ajo që unë kuptoj është që Partia Socialiste pas këtyre zgjedhjeve do futet në një luftë të brendshme, të tmerrshme, të paimagjinueshme, e cila për mendimin tim do të sjellë pasoja të rënda brenda Partisë Socialiste. Jo pushteti, jo, por konflikti personal i lëshimit, i djegjes brenda llojit, që do të thotë rezultati nuk do të ketë më vlerë për Partinë Socialiste. Pse? Sepse armiqësia e brendshme do të shkaktoj pakënaqësi. Pakënaqësit do të shkaktoj patjetër pasivitet, dhe ata të cilët do të vazhdojnë pasivitetin normalisht do të kërkojnë një vend tjetër për të shprehur, pra do të ikin nga partia në pushtet dhe do bie mënyra se si Partia Socialiste do filloj të bie nga niveli i vet pas çdo zgjedhje që bëhen. Që do të thotë ndikimi që do të sjellë në rezultatet e Partisë Socialiste arrestimi i Erion Velis do të jetë i ngadalë, afatmesëm. Pse kjo gjë? Sepse zoti Veliaj është mashtruar që gjykata e lartë do ta nxjerrë nga burgu. Gjithashtu është mashtruar që gjykata europiane do ta nxjerrë nga burgu. Ky është mashtrim, sepse unë po ju them një sekret juridik. Dhe sekreti është ky. Për asnjë tjetër politikan
nuk është bërë një veprim i spakut që të përgjoj një të arrestuar kaq shumë dhe ta marrë në përgjim dhe këto përgjime t'ia çojë gjykatës së apelit për indimitim, për prishje provash dhe për vepra penale të tjera që ka kryer. Se zoti Veliaj ka kryer edhe një vepër penale që s'duhet ta kishte bërë kurrë nga këshillimet e gabuara të redaktorëve të tjerë të atyre që i bënin lavazh zotit Veliaj, e kanë kyçur në burg dhe zoti Veliaj nuk del nga ajo mas sigurie. E kanë mashtruar. Kështu organi ka mashtruar edhe organi them partisë që është zoti Veliaj Deron, e ka mashtruar edhe njerëzit e tij, që na tani do kalojnë zgjedhjet, do dalin nga burgu, do ta bëjnë mirë situatën, e kupton? Që do të thotë kjo është një mashtrim. Është për herë të parë pas ngjarjeve të tjera për politikanë të tjerëve, që të merret një masë e tillë ndaj një kryebashkiaku dhe një personi i cili u thonte që do të ishte kryetari i ardhshëm i Partisë Socialiste. Unë abitem pse socialistët nuk shikojnë një fakt konkret. Kryetarin tuaj që mendonit ju e futët në burg. Po ju mendoni se nuk do ju fusin edhe juve në burg që punoni për partinë tuaj? Normalisht do ju fusin në burg, atëherë kur partia nuk do ju ketë nevojë më. Po jo një nevoja sepse nuk do vi dikush tjetër për të plotësuar nevojat që ju plotësonet. Por momenti që vjen rënja dhe nga rënja ju nuk keni kuptuar se si ju kanoset jeta juaj private, që do thotë nga një institucion që mund të punoni, përfundoni burgaxhi. Nuk është se ja bëni dikujt që e keni kundërshtar. Ajo që ja bëni kundërshtarit e pam Beleri, pam Berishën, pam Metën, pam Saljanin, i pam të gjitha këto raste. Nuk na vet dyshim kjo gjë. Po është e tmerrshme që ju punoni akoma për partinë tuaj dhe partia juaj do i fusi në burg. Jo se partia juaj fut kundërshtarët në burg, se ai është fakt konkret e kemi parë, por puna është që ju vet nga partia juaj ju afut juve. Kjo është më e tmerrshme. Nuk e kuptoj, a e kuptojnë ata që hajnë bukë krip akoma në interes të Partisë Socialiste. Por unë besoj dhe shpresoj që socialistët e vërtet ta kuptojnë gabimin që i bëjnë partisë tyre, sepse do një diçka që nuk e kanë kuptuar socialistët dhe duhet t'ja vendosim në vëmendje dhe t'ja rikujtojmë. Në rast se Partia Demokratike ka problem në zgjedhje, konkurrent të brendshëm në Partinë Demokratike janë parë shumë. Kemi thënë për Jozefinën Topalli, për Luciano Bocci, edhe për ndonjë tjetër që mund të dali, për të marrë karrikën e Sali Berishës. Pra do thotë do të ketë gjallëri brenda dhe sikur të humbasin zgjedhjet. Ndërsa tek Partia Socialiste, kur Rama të iki, nuk do të ketë mundësi askush të vazhdoj Partinë Socialiste, sepse Rama i ka marrë gjithë ato Parti Socialiste. Dhe Rama nuk mund të vendosë një person të vetin në Partinë Socialiste, se do të jenë konkurrentë të tjerë të cilët duan t'ia zëjnë vendin zotit Rama. Prandaj Partia Socialiste po kalon një smundje kaq shumë të paimagjinueshme se sa nuk do të ketë mundësi zëvendësimin e zotit Rama dhe patjetër do të vi si pasojë një lufte të brendshme e cila do jetë edhe lufte jeta vdekje. Prandaj them që partia që do të jetë më e shëndetshme edhe sikur të humbasi do të jetë Partia Demokratike, sepse ka brenda debat dhe vazhdon debati, si u do në 2021-shin, pas non-gradës që erdhi Sali Berisha, u erdhën një figura të vjetra dhe të re dhe u përfshi me Sali Berishën pavarësisht asaj çfarë u bë Sali Berishës. Ndërsa për Partinë Socialiste është e tmerrshme, është e paimagjinueshme. Ashtu dhe rasti i fakti i zotit Veliaj. E imagjinonit ju që personi që ftonte gjithë ambasadat, kishte gjithë ato prokurorë që njifte, merrte mediat në telefon dhe kërcenonte nga mjesi deri në darkë. Sot është në burg, po nuk është vetëm në burg sepse ai ka bërë gjëra të palishme, po është pikërisht në burg se partia e tij e futi në burg. Kushtetuta që ai besonte, jo e 1998-s, po kushtetuta e 1976-s që e ka Partia Socialiste akoma dhe sot në mendjen e vet. Dhe zyrtarët të drejtësisë aktuale që i kemi, Plepaxhit 2. E kam thënë rasti si ka fol Plepat 1 me Plepat 2. Prandaj që mos ta zgjasim shumë, unë them Partia Socialiste pavarësisht çdo gjë që mund të vi si rezultati një fitore, do të dini që në të ardhmen do ketë një shans,
ose më mirë, një fat kaq shumë të keq se nuk do ta keni fare të imagjinueshme. Po fare do jetë e pa imagjinueshme, ashtu dhe si fakti i zotit Veliaj. Avokat, kush mendoni se do jenë qarqet ose mund të jenë qarqe që mund të bëjnë apo themi mundësinë e ndryshimit, pra të përmbysjes së rezultatit dhe që PD-ja të fitojë mandate më shumë dhe të vinë në pushtet? Tirana, Elbasani, Durrësi dhe Fieri. Këto janë. Sepse është bërë një gabim shumë i madh me reformën territoriale 1, me kodin zgjedhor 2. Unë dua të bëj një apel që në rast se rezultati në këto zgjedhje nuk del i mirë, unë bëja apel të Oert Bylykbashi, të Ivi Kaso, këto dy individ mos gabojnë, kanë qenë persona që kanë negociuar me Damian Gjiknurin për sa i përket ndryshimeve të kodit zgjedhor në 26 korrik 2024. Unë i bëj apel që në rast se Partia Demokratike humbet zgjedhjet, të japin dorëheqje nga mandati i deputetit, sepse kanë qenë ata të cilët kanë ndihmuar Edi Ramën për të marrë pushtet. Tani, a do të jetë pushtet me koalicion zoti Rama dhe në parti tjetër, a do të jetë vetë zoti Rama në pushtet? Kjo mbetet për të parë me rezultatin e zgjedhjeve. Avokat, shumë faleminderit për kohën dhe besoj do shihemi më vonë kur kemi dhe hapjen e kutive dhe fillimin e numërimit të votave. Faleminderit për ftesën.